këto solariume, dhe më thonë pisho vajzat e reja, në ditë e kumë po renin zisate jëmnare dhe kumë këshy zisa i shkon renin. I shojmë në stinën e pranverës, kure përmendëm këtë ngjalljen, sidomos tek vajzat, është nuk po di që shumë e qujtë, po është e të mërshme. E të mërshme, definitivisht. Vajzat se sa shumë shkojnë në solarium. Frekuentojnë, dhe me thonë, shumë shpesh. Dhe me thonë, i shkojnë në reni, thash që ka është ka ndodhë. To kure por solarium, dhe me thonë, krejtë të pritë në reni për me hi në solarium. Dhe normalisht ju si dermatologe nuk ja rekomendoni asë njëherë. Absolut. Po fatkeqësisht kjo ndodhë. është ka frekuentohet. Po më kujtohet, Besnik, në fakt, kur po e përmendim lëkurën dhe ushqimin që ka një lidhje shumë të fortë me shëndetin në përgjithësi, po shikoja një diçka kështu në rrjetet sociale për avokado, se sa emi ka vitamine E dhe lëkura sigurisht i duhet shumë vitamina E, edhe po shikoja thash sa mirë, thash me avokado me ly ftyrën. Edhe më boni me qesh shumë ami, po që e thot gjithmonë të vërtetën, si nanat shqiptare, tha, oj qik, avokadon haje, tha se s'ki nevoj me qitë ftyrë me ly ftyrën. Njëre ka pas. A ka pas mira jo? Njëre ka pas, avokado. Këtu po du me li, se në formë shakas pak dashta me relaksu muhabetin, po që ajo që e hajmë definitivisht është shumë e shëndeshme, se ajo që ka e lyim ose e përdorim një frut në ftyrë. Pa tjetër është mira e me, të me thanë mu, me konsumu, në ashta gjatë ditës, avokado dihet farë që ka një ndyrë shumë të shëndetshme edhe të mirë edhe të nevojshme për organizmin tonë, po ka raste kur për shembull edhe në dermatologji nuk kryen punë ato kremrat e këto i din vetë si që ceki shumë mirë, dhe me thonë që... Në kombinim me ushqimin. Po, ka raste që ushqimin dikan, po ashtu intolerancat që duhet me cekë, shembull ka njerë që janë intolerant laktozë dhe mushën akne, sidomos në ftyrë shumë, se unë e kam shumë, dhe me thonë, kliente, ndoshta femna pak ma tepër që kam provu me lloj krema dhe prapë, se thjesht i vjen për i mrendshmit që ato aknet, jo ndoshta prej jashtë që se ka shumë... 30% për mrena. Po, ka shumë raste që i vinë prej jashtë se s'kujdesen, është shumë e vërtet. Ajo mirë, po ka dhe disa raste që, dhe me thonë, për i mrendshmit prej një ushqim që oftë që ka intolerancë ose e te pranë me sheqerna, me dbardho, që është sukroza, po edhe mas shumë ti ka raste kur laktoza ndikan ftyrë, dhe me thonë ju bën akne dhe jep skuqje shumë në përlkur, edhe nuk e den, nuk jam mërmekja në shtatë që... Derisa shkon e bën një test, edhe e shet që ka problem me laktozë, ndaj laktozën edhe më shkruan, wow, qërë ma ftyrën, kejtë komplet tjetër. E këto gjana ndodhin pranverë, bravo.